Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje shikues të nderuar të televizionit Arbëria. Mirë se erdhët në emisionin Radhës. 2 nëntor 1989 është përvjetori i 2 veganëve, 2 heronjve, 2 njerëzve të idealit kombëtar të cilët projektuan shumë herët lirinë dhe shtetin e Kosovës. Bëhet fjalë për Fahri Fazliun dhe Afrem Zhetin, për të diskutuar lidhur me këto 2 personalitete, figura kombëtare. Sonte kemi të ftuar Ismet Sulejmanin, bashkëbërmendari i tyre dhe ndjekës i rrugës dhe idealeve deri në ditët e sotme. Përshëndetje zoti Sulejmani, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Arbëria. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. 2 nëntor 1989 është përvjetori 36 i 2 njerëzve, i 2 personaliteteve të cilët rrezatuan në jetën e tyre liri, rrezatuan në qëndres dhe sakrificë deri në flejimin e tyre. Sot, edhe pse 36 vite, përkujtojmë me pietet të lartë këto 2 figura të cilët ju bashkuan njerëzve të cilët dhanë jetën për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Si do t'i kishi përkufizuar, cilët kanë qenë, jemi 3 dekada gjys pas rënies së tyre, por çdo herë me mesin tonë. 2 nëntori i vitit 1989 pa më të vogël dyshim është ngjarja nga më të lavdishmet, sepse në atë datë të madhe kanë rënë 2 heronj të mëdhenj të popullit e të kombit tonë, 2 luftëtarë të pa kompromis, 2 drejtues, mungesa të cilëve ka lënë hapësirë të madhe dhe na ka krijuar vështirësi. Por rënja e tyre ashtu siç thuhet natyrshëm në lëvizjet e mëdha ilegale, aktive për luftë e shtërim, ka mobilizuar shumë të tjerë. 2 nëntori është njëkohësisht një nga datat që na ka shkaktuar dhembje, sepse në luftë të pabarabartë me forca të mëdha policore, ushtarake, serbe, në atë kohë dhe jugoslave, me siguri, për fat keq, edhe të krahinës të Kosovës që ishin atëherë, ka pushuar përgjithmonë zemra e madhe Afrem Zhetis dhe Fahri Fazliut. Flasim pak për jetën e tyre. Ata ishin në moshë të re. Afrem Zhetia lindi në vitin 1965, ndërsa Fahri Fazliu 1963. Kush ishin? Për gjeneratat e reja, po them tani të reja se hynë edhe gjeneratat e mesme, 36 vjet nga rënja e tyre. Kush ishte Fahri Fazliu dhe Afrem Zhetia? Unë e kam njohur Afrem Zhetin. Fahri Fazliu nuk e kam njohur. Edhe Afrem Zhetin nuk e kam njohur shumë, e kam njohur pak. E kam takuar vetëm një herë në konvikt në dhomën 324 në konviktin numër 2. Unë di më shumë për Afrem Zhetin, ndërkaq krahasuar me volumin e njohjeve që kam për Afremin, di domethënë më pak për Fahrin. Afrem Zhetia ka qenë drejtuesi kryesor organizativ i lëvizjes popullore të Kosovës e i komitetit drejtues të saj. Me 22 prill të vitit 1989, Afrem Zhetia është zgjedhur sekretar organizativ në atë mbledhje të jashtëzakonshme që është organizuar në Divjak të Berishës, ku më vonë është vendosur edhe shtabi i përgjithshëm i Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. Pas asaj kohe, pas asaj mbledhje të madhe, që ka më dhënë shumë për fatet e luftës
e organizimit ilegal për liri. Zhvillimi i ngjarjeve ka qenë i hovshëm, dramatik, i jashtëzakonshëm, pozitiv, e progresiv, edhe kanë nxjerrë sipërfaqe fuqinë e popullit shqiptar dhe vazhdimin në mënyrë kualitative në rrafshin organizativ të popullit shqiptar në Kosovë dhe jashtë saj. Ishin dy veprimtar të pandashëm në veprimtarinë e tyre. Çfarë i brymosi në idealet e tyre, në moshë të re, që të themi tërë jetën e tyre ishin të përkushtuar për lirinë e vendit. Afrim Xhetia dhe Fari Fazliu janë hallka e tretë e vrasjeve të bujshme të luftëtarëve për shtirimin e Dheut. Domethënë, rasti i parë është vrasja e Jusufit, Kadriut dhe Bardoshit, pastaj rënja e Recepit dhe Nuhiut në Prishtinë, në një lagje tjetër, Kodratrim Avtashi, ish rënjesi dikur, dhe afrimi e Fahriu në Bregët e Diellit. Dy nëntori ka qenë një vit demarkacioni që definitivisht në mënyrë përfundimtare e ka ndarë gjithçka që pa luftë ne nuk shlirohemi dot. Ndërkohë që bazuar në informacionet që unë i di, që i kam dëgjuar nga detyrues të tjerë, përgjegjësi i parë ushtarak për krijimin e strukturës të armatosur ka qenë Recep Mola. Përgjegjësi i dytë në vitin 1985 ka qenë Fehmi Ladrovci. Përgjegjësi i tretë ka qenë sekretari politik i Komitetit Drejtues të Lëvizjes Popullore të Kosovës, Fadil Vota. Përgjegjësi i katërt ka qenë sekretari organizativ i Komitetit Drejtues pas largimit të Fadil Votës jashtë vendit për të shëruar, Afrim Xhetia. Dhe me Afrim Xhetin në 89-ën, pas rënies së tij bashkë me shokun e bashkëveprimtarin e tij Fahri Fazliun, si thua, ka rënë perdja, nuk është diskutuar më. Sepse një vrasje jashtë Dheut, dy brenda në konflikt e luftë pa barabartë, por me një qëndresë titanike, 3 janë të mjaftueshme për të bindur dhe për të marrë vendim, ndërkohë që Jugosllavia kishte filluar të shpërbej, sepse në vitin 89 Afrim Xhetia bashkë me Fari Fazliun, por edhe me shumë veprimtarë të tjerë, të cilët më vonë edhe janë heronjë dëshmorë të Dheut, po edhe veprimtarë të devotshëm, kanë bërë shumë. Lëvizja politike ilegale ka shënu rritje e hovë të jashtëzakonshëm dhe i ka pjekur kushtet dhe ka bërë të paevitueshme krimin e asaj që ne njohim tani të gjithë ushtria shqiptare e Kosovës. Zoti Sulejmani, sot të flasim na duket ndoshta ndonjëherë edhe e pabesueshme për aktivitete në vitet e 80-ta, deri tek fillimi i luftës, sepse kur fillon lufta atëherë është diçka ditur botërisht e çdo gjë. Aktiviteti në ilegalitet, integrimi në grupet e ndryshme ilegale dhe në lëvizje të ndryshme çlirimtare. Si ishte organizimi i tyre, si ishte veprimtaria e tyre e me theks të veçantë e Afrim Xhetis dhe Fahri Fazliut. Veprimtaria politiko-patriotike e zhvilluar në rrafshin ilegal, që ne kishim të imponuar atë fush veprimtarie, e asaj kohe ka qenë me shumë vështirësi, po me shumë dashuri. Ne kemi pasur fatin e madh që kemi pasur drejtues të lavdishëm, përkushtuar, të denj, misionar të mëdhenj, nga ata që kanë bërë gjithçka që lufta
të ngritet e nivelet më të larta, edhe ajo të ishte e suksesshme. Unë të thash në fillim, edhe një herë të përsëris, unë më pak e njoh veprimtarinë e është njohur edhe më vonë, edhe pas rënies së tyre, është fletuar, është pasardhësi i lëvizjes, pas rënies së tyre dhe të gjitha këtyre aktivitetet të cilat kanë bërë, njihet tani si lëvizje, aktiviteti i lëvizjeve, integrimi i njerëzve të devotshëm në këto lëvizje. Unë nuk kam ardhur këtu të flas për veten time, po sa për një informacion të shkurt mund të them që pas largimit nga Kosova të sekretarit politik të Komitetit Drejtues të Lëvizjes Popullore të Kosovës, Fadil Vota, për shërim jashtë vendit, dhe pas rënies heroike të sekretarit organizativ që në ndërkohë ishte edhe i kishte rënë Borra Mbisupe edhe drejtimit politik të organizatës, jo vetëm asaj organizativ, sepse për informacion të opinionit unë mund kjo është e ditur që Komiteti Drejtues, që ka zhvilluar punimet në Divjak të Berishës, e ka zgjedhur strukturën e saj dhe në drejtim të Lëvizjes Popullore të Kosovës në Komitetin Drejtues saj ka qenë Fadil Vota, sekretar politik, Afrim Xhitia, sekretar organizativ, antari i sekretariatit Bedin Allaçi, pastaj ka qenë Bajram Kadriu, i katërti Binak Berisha, i pesti. Pas vrasjes, pas rënies heroike të Afrimit e të Fahriut, dhe pas largimit të Fadilit, është krijuar nevoja që të bëheshin zgjedhje të reja. Dhe unë kam ardhur në udhëheqje të Komitetit Drejtues të Lëvizjes Popullore të Kosovës në mbledhjen e jashtëzakonshme të mbajtur me 4 shkurt të mullirin prapashticë. Domethënë, në fushën e njohjes se 4 shkurt të cilit vit? 91. Domethënë, unë vazhdoj të ndjem i privilegjuar në këtë drejtim, por veprimtaria adhëtore dhe patriotike e Afrim Xhitis është e përmasave të tilla që ne kemi pasur mundësi ta lexojmë dhe ta dimë. Ndërkaq të Fahri Fazliut unë e njoh më pak, ndoshta për shkak të luftës ilegale atëherë, po edhe të pa njohjes mjaftueshme dhe shpëtimit e dokumentacionit, sepse lufta ka vazhduar deri në kohë të fundit, por Afrim Xhitia ka qenë një shqiptar i madh, një legjendar i padiskutueshëm. Jeta dhe vepra e tij është e përmasave titanike, është vrarë në moshën 24 vjeçare, ka qenë i dënuar 8 vjet burg, 4 i ka mbajtur. Ka qenë drejtuesi kryesor i Lëvizjes Popullore të Kosovës dhe shoqërimi i tij me Fahri Fazliun e bën një dyshe të jashtëzakonshme, një ecje që po të mos ishin rënë në prit, po të mos ishin hetuar, po të mos ishin vrarë, sigurisht që fati i lëvizjes ilegale, i luftës për liri do të ishte tjetër. Cilat ishin aktivitetet e tyre ilegale dhe ilegalës në përgjithësi në këto vite? Pas më ndulli dyshim, e them me fuqi e me bindjet të mëdha se pas mbledhjes së jashtëzakonshme që është zhvilluar në Divjak të Dranicës, mbledhje të cilën ka ardhur special nga Zvicra për ta organizuar, për ta mbajtur, dhe ai ka zhvilluar punimet me sukses, është udhëheqësi Ali Ahmeti, i shoqëruar nga një bashkëdhënimtar e drejtues tjetër, Hajdin Abasi. Ajo mbledhje, ajo ngjarje e madhe, ajo udhëheqje që ka dalë nga ajo mbledhje, pastaj ka pas jehon shumë të madhe,
sepse mas 22 prillit ka ndodhur një aktivitet i bujshëm. Për shembull, prova e parë që e ka dhënë Komiteti Drejtues me drejtim të Fadil Vatës dhe të Afrim Xhitis dhe me antar drejtues të tjerë të niveleve tjera, siç është heroi i kombit Fari Fazliu dhe të tjerë shokë bashkëveprimtar, është mbajtur me 30 maj 1989 demonstrata përpara hotelit Grand me rastin e ardhjes së parlamentarëve evropian. Ai ishte guri i parë, prova e parë, dëshmia e parë drejt për drejt e fuqisë organizative të udhëheqjes së re. Pastaj në atë kohë, Lëvizja Popullore e Kosovës me këta drejtues, njëra nga bazat të kanë pasur në shtëpinë e Sahit dhe Arben Krasniqit në Bilic, ata kanë nxjerrë gazeta. Afrim Xhitia ka qenë kryeredaktori i gazetës Rruga e Lirisë, e gazetës Minatori, domethënë trakte, komunikata, proklamata, thirrje, udhëzime, sqarime, shpjegime të ndryshme. Vitin 1989 deri në rënien heroike të tyre ka qenë një arenë e jashtëzakonshme. Një triumf që është mundur frika, që është mundur skepticizmi, që është nxjerrur jashtë mendjes se ne jemi të vegjël dhe nuk mund të bëjmë asgjë përballë Jugosllavisë së madhe, e cila ishte në kohët e saj më të vështira dhe në fundin e saj tragjike të pashmangshme, që për fat keq u bë dhe një varr masiv, jo vetëm i yni, por dhe i popujve të tjerë që jetonin brenda federatës. Zoti Sulemani, 24 vjeç, përkatësisht 26 vjeç, në moshën më rinjore, edhe të bie në sy armikut, edhe të mobilizohet forcat jugoslave, drejt këtyre djemve dhe djemve të tjerë, në moshën më rinjore, të ngrisin idealin më të lartë që mund të ketë, çfarë i ka mbajtur gjallë, edhe ta themi ju ka mbajtur, se i keni qenë pjesë e këtyre lëvizjeve dhe ju, që në këtë moshë të re, këtë moshë të njohur, të ngritni një shtet që ka qenë atëherë ish Jugosllavia në këmbë, për të sulmuar të rinjët të cilët ishin të mbushur platidale. Dy herojt kur e mendojmë 24 sot, 24 vjeç, 26 vjeç, duken që se ka lesi idenë se si projektohet apo si duhet, e ndërsa të arrin në kulmin e adatarizmit në këtë moshë, është diçka mistike, diçka hyjnore duke. Po, rënja heroike e Afrimit dhe Fariut është mitike. Përpjekja, heroizmi i tyre është biblik. Mosha e re ka qenë pothuajse që i ka përshkuar të gjithë luftëtarët. Edhe në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës ne nuk kemi qenë më të vjetër. Mosha mesatare e herojve dhe dëshmorëve të rënë në luftën e Ushtrisë Shqiptare të Kosovës përballë forcave të armikut është 26, 24, këtu, nuk shkon më lart. Domethënë, dashuria për atë dheun, përgjigjja e kushtrimit luftës për liri në luftën shqiptare ishte i madh. Po e veçantë, ashtu si kur e thatë edhe ju, e madhërishmja është pikërisht këtu, sepse ne ishim 3 atëherë, kishim drejtues të rinj, dhe ata nuk ishin vetëm, ata ishin vërtet në moshë të re, po ishin të pjekur e të borëruar para kohe, sepse të tillë na kishin bërë vuajtjet e regjimeve që na i kishin shkaktuar armiqt me aparatin e tyre që na sundonin. Për shembull, Fari Fazliu, familja e tij është një familje adhëtore që më vonë i është vrarë edhe vllau tjetër, heroi i kombit, Fari Fazliu. Afrim Xhitia është në të dy anët, në të dy krahët, edhe nga babai, edhe nga nëna, është nipi 2 heronjve. Edhe babën e ka pasur heroi të luftës në Shqipërinë Shqiptare, heroi të popullit, edhe gjyqin e ka pas me ballistët që ka luftuar ardhjen e forcave serbe në Kosovë.
Domethënë, është rritur në një familje ku janë vrarë, kur babën e ka pas jetim, edhe nënën e ka pas jetim. Mund ta marrësh me mend se në çdo natë aty është farkësuar vetëm dashuria e luftës për liri, e shërimit të dheut, e doljes nga kthetet serbe. Dhe nuk është e rastit shoqërimi i afrimit me Fahriun dhe rënja në posi dhe ai dyluftim që kanë ngjallur me mira shpresa dhe të rinj të reja pafund që i kanë përveshur si thuash krahat dhe i kanë lënë ëndrat dhe dëshirat e të rinjve të zakonshëm që jetojnë nëpër pjesë të botës dhe kanë filluar krijimin e kushteve për ta filluar luftën për liri të armatosur dhe për të bërë lirë sikur jemi sot, ndërkohë që jemi shumë të dishëm që shtërimi i Kosovës është bërë përmes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ushtria shqiptare e Kosovës ka qenë ajo që e ka bërë punën dhe detyrën e saj karshi historisë që ka nxjerrë situatën përballë organizimi ushtarak. Nëse shohim kronologjinë e ngjarjeve nga viti 1981 deri te liria, është kronologji që është vepruar në 2 ose 3 drejtime, mund të themi. Një pjesë që ka qenë pjesë e sistemit jugosllav, një pjesë që ka menduar në paqe apo në liri me ardhen e kohës edhe koha mund të sjellë, dhe një pjesë të cilën ndoshta në atë kohë kanë qenë pa ndoshta, kanë qenë numër më i vogël në organizim, në numër të njerëzve, por që doli që e kanë pasur të drejtë. Integrimi i lëvizjeve të ndryshme të asaj kohe, e posaçërisht të lëvizjes popullore të Kosovës. Edhe më pas, nga kjo lëvizje, u themelua ushtria shërimtare e Kosovës, dhe nga ushtria shërimtare e Kosovës, u kurorëzua, ishte epilogu i liria e Kosovës. A ishte ky vizion i kësaj gjenerate, që liria e Kosovës do të jetë vetëm këtë formë, apo ishin veprime të paratëshme që rrjedha kohës e bëre që të integrohen edhe të fuqizohen këto lëvizje dhe të kurorëzohet me luftën e Shtetit Shqiptar të Kosovës, sepse fillimi i luftës ishte fundi i robërisë. Nuk është shumë e mbyllur për të mos e nxjerrë sipërfaqe faktin. Krejt historia e luftës të popullit shqiptar ka qenë një varg, një zinxhir që na ka mësuar se çlirimi, liria nuk arrihet pa luftë dhe pa gjak. 2 herojt të cilët e kishin dje ditën e rënjes 36 vjetorin e tyre, janë një përmbyllje logjike e tërë asaj që njihet në historinë e popullit shqiptar, faqet lavdishme të historisë të popullit tonë. Domethënë, lëvizja popullore e Kosovës, pa as më të voglin dyshim, është një nga organizatat më të famshme, më të lavdishme, roli i të cilës është i padiskutueshëm në çlirimin e Kosovës nga dhuna e Serbisë pushtuese. Krejt subjektet politike, ilegale e legale, adhëtore, secila e ka pjesën e vet në çlirimin e dheut. Po lëvizja popullore e Kosovës është nëna e të gjithave, sepse lëvizja popullore e Kosovës ja ka vu emrin ushtrisë shërimtare të Kosovës. Ne edhe të kaluarën në këtë studio e kemi përmendur këtë fakt. Domethënë, brumi që ka dalur nga lëvizja popullore e Kosovës ka qenë brum madhëtar, brum politik, patriotik, që ka rrezatuar dhe ka shpërndar vetëm rreze lirie dhe shpresë se një ditë do të dalim nga kthetat serbe, sikur edhe kemi dalur.
Akti i plenimit 2 nëntor 1989. Si u po. Edhe çfarë ishte për shoqërinë, për njerëzit e idealit, për shokët, veprimtarët, rënja e Afremxhitisë dhe Fahri Fazliut. Rënja e dinjitetshme dhe vallhapur çdo herë duke i kujtuar me pietatin më të lartë. Kisha pasur dëshirë që përmes televizionit juaj ta bëj një thirrje publike për një person që përmendet shumë në kolorët e organizimit, po që është pak i njohur dhe ai nuk është fare prezent në opinion, ai është gjallë dhe jeton. Unë atë kam pasur cimer dhome dhe ai ka qenë Bedri Blakshuri. Unë e përshëndes kudo që tjetë ai dhe i bërë thirrje publike që ai të dëshmoj për historinë, për jetën dhe veprën, për aktivitetin politik, patriotik të pjesës që ai e din për herojnë e kombit Afremxhitia, e ndoshta edhe për herojnë e kombit Fahri Fazliut që nuk e di. Domethënë, unë e kam takuar Afremxhitin në dhomë, ka ardhur me kërku atë, dhe përmes tij, një jo shumë të drejt për drejt, di shumë për veprimtarinë e për organizimin politik, sepse unë nga vitit 86, 89, ishin 3 vjetë që i kishin bërë aktivitet organizativ permanent e të pandërprerë. E mbaj mend sikur sot rrëthimin dhe rënien heroike të afrimit të Fahriut. Çfarë të them, ti e përmendë pak më herët, po edhe unë kam qenë i ri. Unë jam 1 vjet më i vjetër se Afremxhitia. Domethënë, unë kam qenë 25 vjeçar atëherë. I ri. Po dhe jo, e di sakt. Në demonstratat, në protestat, në gjithë kemi qenë pjesëmarrës. Ka qenë përcaktim hyni. Ajo çfarë ka ndodhur atëherë, ka qenë një vulkan që ka eksploduar dhe kudo është përhapur fryma e luftës për liri dhe shpërndar, si të thuash, flak pushke, sikur shpejtësi zëri, që ne këtu nuk mund të jemi të lirë derisa o nuk vdesim të gjithë, o nuk i shporim ata jashtë. Dhe mendimin e aleatëve, mendimin e aleatit tonë të madh u bë realitet dhe ne kemi mundësi ata t'i nderojmë e do t'i nderojmë për gjithmonë. Sa ishte goditje për lëvizjen? Shumë. Rënja e këtyre dy rënjave. Shumë. Ishte goditje e madhe sepse Fadilvata, ashtu siç tregon historia, ka dol jashtë për shërim sepse ai është smur, ka pas pulmonologji, sigurisht nga vujtja dhe nga torturat që ka pasur në burg, sepse Fadilvata është njëri nga të burgosurit politik shqiptar që është mbajtur i lidhur për shtratin në burgun qendror në Beograd, ndërkohë që ka linguar nga smundja e mëshkrive. Afremxhitia ka bërë burg me Fadilvatën dhe me shumë adetare politikanë të tjerë që sot janë aktiv dhe që janë përjetshëm. Afremxhitia ka folur nëpër demonstrata nëpër Prishtinë, ka mbajtur fjalime. Ka qenë orator i madh. Ndërkohë që për Fahri Fazliun të thashë di më pak, ndërkohë në di mjaft shumë për to, po krahasuar me afrimin, ka qenë në Obiliq,
pa me gjatë ka qenë më shumë luftarak, i përkushtuar i aksionit, trim, që nuk ja ka kthy krahët armikut, dhe rënja e tij bashk me drejtuesin kryesor të Lëvizjes Popullore të Kosovës e bën të jashtëzakonshme rënjen e përbashkët dhe flimin sublim që e kanë bërë. Lëvizja Popullore e Kosovës e ka pasur vazhdimisht zbrastirë të madhe mungesën e tyre, po ja që lufta për liri, organizimi edhe këto vështirësi ka. Zoti Sulejmani, i kanë kaluar përmendëm disa herë 36 vite nga rënja e tyre, a janë nxjerrë të gjitha për këta dy heronj të kombit, dëbimet, të thënat, veprimet, aktivitetet të cilët kanë kryer. Unë mendoj që në Kosovë, në veçanti, për vendet tjera nuk e di, është një lloj padrejtësie që bëhet të mëdhenjve të kombit, atyre që bin heroikisht në mënyrë të përbashkët në betejë e dy luftime, sepse ata kur nuk trajtohen e nuk nderohen mjaftueshëm, sepse çish është rasti me Jusufin, Kadriun e Bardoshin, me Regjepin e Nohiun, ngjashëm është edhe me Afrimin e Fariun, sigurisht edhe me Zahirin, me Edmondin e Akifin. Mendoj që këta duhet të nderohen edhe bashk, por edhe veç e veç. Duke i trajtuar në të dy pozitat, në të dy krahët, ne e nxjerrim këtë që po thuti, është nxjerrur krejt. Nuk është nxjerrur krejt. Nuk është nxjerrur krejt. As Afrim Xhitia e as Fari Fazliu nuk i kanë lënë adheut fëmijë, por i kanë lënë veprën heroike, rënjen të jashtëzakonshme, luftën titanike. Prishtina është e kuqe për shkak të gjakut të Afrimit të Fariut, të Regjepit të Nohiut, edhe të Bajram Bahtirit, që është vrarë një luftëtar, një veprimtar mas rënjes të Regjepit të Nohiut. Domethënë, deri më tani Afrim Xhitia e ka shtatorën në vendlindje, Fari Fazliu e ka shtatorën në Biliq, aty ku ka punu. I kanë varret në varrezat e dëshmorëve të kombit në Velani, vendin ku janë vrarë. Mendoj që atyre do të duhej të bëhej bashk një shtatore ku janë vrarë e përbashkët, dy trupa gjigant të tyre, të derdha në bronz, dhe të vendoset një pllakë e madhe, vendi ku është zhvilluar demonstratat të cilës i ka pri drejtuesi i Lëvizjes Popullore të Kosovës Afrim Xhitia me shokët e tjerë, me bashkëpunëtarë, sepse ne nuk kemi qenë një, kemi qenë shumë, disa. Për shembull, është shkolla Afrimit dhe Fariu në Lluzhan. Mendoj që është pak. Nuk duhet vetëm një shkollë me pas emrin e të dyve. Duhet një shkollë ta ketë emrin e të dyve, e një shkollë tjetër vetëm Afrim Xhitia, e një shkollë tjetër vetëm Fari Fazliu. Sepse edhe krijimet, edhe nxënësit, edhe personeli arsimor krijojnë më shumë. Të mbahen simpoziume, të organizohen orë të ndryshme shkencore, historike, letrare, dhe mos harrojmë edhe një herë. Afrim Xhitia, në veçanti, po dhe Fariu, janë figura të mëdha. Afrim Xhitia i ka lënë vepra të shkruara dheut. Ka lënë dokumente. Jeta e tij, 24 vjeçare, 8 vite i dënuar, 4 vite burg, dhe është një diçka shumë e tmerrshme. Afrim Xhitia
është i pari dhe i vetmi shqiptar i dënuar nga gjyqe pafund antishqiptare në Kosovë që kriminalet serb, gjyqet antishqiptare në Kosovë ja kanë lëvizur vitet. 65 ka qenë, 61 kanë bërë, për t'ja dhënë 8 vite burg. S'ka një rast tjetër, vetëm afrimi është. Vetëm afrimi që t'nja është. 1965. E kam thënë publikisht në fjalim edhe thash me rastin e përurimit shtatorës ti në fshatin Llug. 65 ka qenë i rindur, 61 që kanë bërë për të dënuar ma shumë e për të shkaktuar vujtje më tepër. Zotëri Sulejmani, kem edhe shumë për të thënë për këta herën, lavdi jeta e tyre që dhanë për lirinë e Kosovës, ka ndetë edhe për juve, që gjatë kohë të jeni pjesë të televizionit e Vëria, ndonë opinione dhe kujtime për herën të kombit. Faleminderit shumë për ftesën, jam mirënjohës, është përgjithësi me fol për njerëz që i kanë dhënë adeu gjak, mund të djerës vujtje, po pa këta dhe pa vazhduesit e veprimtarisë të atyre tjerë që e kanë derdhur gjakun veçanti sikur ata, ne nuk do të ishim këtu ku jemi sot. Lavdi e përjetshme afrimit e Fariut dhe të gjithë dëshmorëve të adeut. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.